Ky është laboratori i embriologjisë në qendrën e fekundimit të asistuar në maternitetin Koçoglozheni. I gjithë laboratori është i ndërtuar në mënyrë të tillë që siguron kushtet optimale për zhvillimin embrional. Procedura e fekundimit të asistuar konsiston në disa hapa, ku hapi i parë është marrja e ovociteve nga pacientja, njëkohësisht dhe depozitimi i materialit nga partneri. Menjëherë, mbasi kemi marrë likidin ovarian, nëpërmjet stereoskopit, ne do të bëjmë identifikimin e ovociteve. Lëngu ovarian do të hidhet në një pjatë 90 deri në 100 mm. Më pas me kujdes bëjmë shplarjen e ovocitit që sapo kemi gjetur. Mbasi kemi identifikuar ovocitet, i vendosim në një medium, i cili ruan temperaturën dhe pH-in konstant dhe i preinkubojmë për 2 orë në inkubator. Gjatë kohës që ovocitet janë në inkubator, ne përgatisim pjatën e denudimit, i cili është dhe hapi i dytë i një procedure të fekundimit asistuar. Procesi denudimit është një proces enzimatik dhe mekanik. Nëpërmjet enzimës hyaluronidazë bëhet e mundur që ovociti të pastrohet nga qelizat që janë rrethuese dhe në këtë mënyrë na ndihmon që ne të përcaktojmë dhe shkallën e maturimit. Mbasi kemi bërë denudimin e ovociteve, i vendosim sërish në një medium dhe do i preinkubojmë për 2 orë të tjera deri në momentin që do bëjmë injeksionin intracitoplazmatik. Vendosim materialin seminal në pjatën e X-it dhe përgatitemi për procedurën. Kjo është një nga procedurat më të rëndësishme në laborator, e cila kërkon jo vetëm aftësi shumë të larta teknike, por edhe një kujdes maksimal në mënyrë që ne të reduktojmë stresin oksidativ të ovocitit. Mbasi kemi bërë X-in, pra injeksionin intracitoplazmatik, ovocitet e injektuara i kalojmë në pjatën e kulturës, ovocitet e injektuara i vendosim në inkubator dhe do i lëmë këtu deri në ditën e 5. E gjithë procedura e fekundimit asistuar finalizohet me transfertën embrionale. Në ditën e 5 ne do të zgjedhim embrionet që kanë cilësinë më të lartë dhe më pas i transferojmë tek pacientja. Qendra jonë është qendra e parë publike e riprodhimit mjekësor të asistuar, e cila realizohet në maternitetin Koçoglozheni dhe ka bërë të mundur të sjellin në jetë 22 beba, të gjitha lindje të shëndetshme. Përveç tyre, ne kemi aktualisht edhe nëna shtatzana, një që po e presim të lindi këtë muaj dhe 8 shtatzana të tjera, të cilat 7 janë të këtij viti dhe një është prej dhjetorit të vitit kaluar. Tu kryen 2 procedura kryesore, që është inseminimi intrauterin dhe procedura e fekundimit in vitro. Konsiderohet nga procedurat më të sigurta mjekësore, sigurisht që në mjekësi ekziston mundësia e komplikacioneve, por fatmirësisht, falë dhe protokolleve të reja, mundësia për komplikacione është shumë e rrallë dhe deri më sot nuk kemi patur as edhe një komplikacion serioz për ta konsideruar.